Ata pare se ka protestuar. Se do të Vjen që çupin brava patazh, vjen ta vesh italiana. Jam këtu për të denoncuar, jo për të shfrytëzuar politikisht dhe për ta përdorur një fatkeqësi natyrore për përfitime politike, absolutisht jo, por ama për të vendosur pikat mbi i. Ju jeni vetë dëshmitar dhe shikoni se çfarë ka ndodhur këtu në Brostar. Janë mbytur stalla, bazë ushqimore, dëme kolosale të banorëve. Dëme kolosale të banorëve dhe çfarë ndodh? Si pushteti qendror, edhe pushteti lokal. Absolutisht kanë filluar të nxjerrin ekipet e evidentimit të dëmeve që siç e kanë zakon për t'i evidentuar me selektime dhe këte kanë filluar nga Ferrasi, nga Qerveni, unë që ande ja vi. Këtu akoma nuk po interesohet njeri fare se kush do vi apo çfarë dëmesh kanë ndodhur, që dëmet janë kolosale. Ja një zonjë po denonconte që parë tu, babai i saj për pak është mbytur bashkë me lopën, këtu brenda në këtë liçen të krijuar artificialisht. Patjetër qeveria dhe kryeministri nuk duhet gënjejnë banorët. Ngritja e ekipeve të verifikimit të dëmeve është një mashtrim i radhës që e kanë bërë në çdo lloj përmbytje që ka ndodhur, për arsye se ju jeni dëshmitar vetë që çdo vit kemi përmbytje, të paktën po flasim për qarkun e Fierit, për bashkinë e Fierit, çdo vit kemi përmbytje, çdo vit e njëjti avaz, i njëjti zanat, të njëjtat justifikime dhe ndodhet e njëjta gjë, pra nuk u paraprihet absolutisht që mos të ndodhin këto. Dhe ekipet e verifikimit të dëmeve janë ekipe klienteliste, ekipe nga bashkia që më shumë verifikojnë militantët e tyre, njerëzit e tyre dhe bëjnë dhe selektime. Opozita, Partia Demokratike do ta ndjeki me vëmendje këtë proces. Unë jam këtu bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike Degafier, që është dhe antar i Këshillit Bashkiak në Fier, ku do të interesohemi tek Këshilli Bashkiak për të pasur një transparencë tek evidentimi i dëmeve, por në qoftë se nuk shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore, që kryeministri nuk e shpall në mënyrë të qëllimt, ajo është thembra e akilit. Nëse shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore, atëherë me ligj janë të detyruar të bëjnë një dëmshpërblim 100% të gjithë banorëve, edhe për banesat e tyre, dhe për orendit shtëpiake, edhe për bazën ushqimore, edhe për bagtitat ku ka humbje dhe për çdo gjë tjetër. Parë në këtë këndvështrim, pra kemi përsëri një propagandë, kemi përsëri një mashtrim dhe absolutisht presin që të vi përmbytja e radhës, të zëj dhe të shuaj përmbytjen paraardhëse. Duke qenë se dëmet janë kolosale jo vetëm në qarkun e Fierit, por në mbar vendin, pse mendoni se nuk shpallet gjendja e jashtëzakonshme? Ka vetëm një arsye. Kryeministri nuk do të harxojë para për qytetarët. Kryeministrit parat i duhen për t'i vjedhur vetë, për të bërë koncesione, për të bërë tendera, dhe ne tashmë nuk është koha për të bërë verifikimin dhe për të bërë të gjitha ato, të themi gjitha ato që shkelje dhe abuzime të vjedhjeve që ka nëpërmjet tenderave, koncesioneve dhe aferave korruptive të kësaj qeverie. Keni komunikuar me kryetarin e bashkisë gjatë ditës sotme për faktin që nuk kanë ndërhyrë asnjë ekip emergjence këtu në këtë? Unë nuk e di fare se ka kryetar bashkie Fieri, për arsye se kryetari i bashkisë as në kohë të mirë, as në kohë të keqe nuk gjendet në zyrë dhe ka pat një zakon që hyn në pas godinës bashkisë, thonë qytetarët e Fierit, kështu që është e pamundur të kontaktohet me të dhe nuk besoj. Unë do t'ju kërkoja ndihmë dhe t'u pyesja ju si media, keni kontaktuar me kryetarin e bashkisë, është prononcuar ai, ka dalë të prononcohet. Ju mund të kishit një informacion të tillë, nuk kam parë njeri që të dali, përveç se thonë që është ngritur një ekip për verifikimin e dëmeve, por nuk e di se çfarë dhe ku janë. Ka qenë së bashku këtu sot?